E qartë, edhe si do të ndikoj kjo të kompanitë transportuese, zotri Mesini, a i bie që edhe ata do t'i shtrejtojnë çmimet e shërbimeve të tyre? Çdo gjë do të shtrejtohet. Çdo gjë. Duke fillu prej biletës, së udhëtimeve rrugore, udhëtimeve ajrore, gjithçka do të shtrejtohet. Do të thënë kur kemi rastin e fundit, do të thënë për momentin është 70 deri në 80 dollar për fuqi ka qenë do të thënë nafta dhe benzina në Amerikë, sot për aktualisht është 110, pritet që deri në fund të këtij muaji të shkojë 150, i vjen që dikun mbi 100% rritet, Kosova do të preket më së shumti për arsye sepse është vendi me tarna më të ulta në Evropë. Dhe kjo godet shtresat e mesme sepse kur nafta ndryshon, çmimi i naftës, ndryshon edhe kosti i jetesës, do të rritet kosti i jetesës dhe bie cilësia e jetesës. Do të thënë rritet kosti i jetesës që do të thotë që rriten shpenzimet, do të thënë nëse një litër vaj ke ble me 1 euro gjys, si për shembull për marrmi, në shumë shpejt kemi pas me 1 euro 80, do të thënë njëjtë komo na prodhu një inflacioni sikur në vitin 2022 kur ka qenë kur ka ndodhur pushtimi rus në Ukrainë, mirë po çmimet do të ndryshojnë edhe më tutje në kuptimin nëse vazhdon lufta në lindjen e mesme, për arsye të zgjerimit, do të thënë kemi në rastin e fundit që kemi një zgjerim të konflikteve çdo ditë më sipër, kështu që problemet me kostin e jetesës do të jenë shumë të larta, do të thënë rritja e kostit